Sara dhe vajza e saj u dëbuan dhe ecin pa drejtim me vetëm 2 çanta shpine. Në shesh, pa ditur se ku të flen, ato befasohen nga një burr i panjohur që i kthen vajzës bllokun e vizatimeve. Ky takim i papritur shkakton një kthes që do të ndryshojë përgjithmonë fatin e tyre. Nëse kjo histori të interesoj, mos harro të regjistrohesh në kanalin ton dhe të na thuash nga cili qytet po na ndjej. Vazhdoni. Premtoj që kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjosh ndonjëherë. Silvana dhe e bija e saj Besa jetonin në një situatë ekonomike të dëshpëruar në perëndim të Tiranës, në një lagje punëtore ku rrugët e ngushta dëshmonin histori lufte dhe rezistence. Për muaj me radhë, ato ishin përballur me mungesën e një pune të qëndrueshme dhe me grumbullimin në rritje të borxheve që dukeshin se shtoheshin si një orë tek bore i pamundur për t'u ndalur. Silvana kishte humbur punën e saj si arktare në një supermarket të rrjetit ku kishte punuar për gati 7 vjet, një vend ku njite çdo korridor, çdo produkt, çdo klient të rregullt që kalonte në radhën e saj me një buzëqeshje dhe një fjalë miqësore. Shkarkimi erdhi papritur në një pasdite të shirshme të së martës, kur menaxheri e thiri në zyrën e vogël në pjesën e pasme dhe i shpjegoi se kompania po kalonte një ristrukturim, se duhej të shkurtonin kostot, se nuk ishte diçka personale. Por si të mos ishte personale kur e gjithë jeta e saj vari nga ajo rrogë? Pas shkarkimit, Silvana filloi të punonte si pastruese me ditë në shtëpi të ndryshme, duke marrë punë pastrimi këtu e atje, duke pastruar banjo, duke shkëlqyer dysheme, duke rregulluar dollapët e njerëzve që as nuk e shihnin në sy kur ajo mbërrinte në mëngjes. Parat nuk mjaftonin për të mbuluar qiran e apartamentit të vogël ku jetonin, një vend i thjesht me 2 dhoma në katin e tretë të një pallati pa ashensor, por që kishte qenë shtëpia e tyre për më shumë se 5 vjet. Aty Besa kishte hedhur hapat e saj të parë, aty kishin festuar ditëlindje modeste por plot dashuri, aty Silvana kishte qarë vetëm kaq shumë net pasi babai i Besës i braktisi kur vajza ishte vetëm 2 vjeçe. Pronari i apartamentit, zoti Vasil, një burr rreth të 60-tave me flokë të thinjur dhe një shprehje gjithmonë të lodhur, kishte qenë i durueshëm për 3 muaj me vonesat në pagesa. Ai e dinte situatën e Silvanës, e njihte vajzën që e vogël dhe prandaj i jepte edhe disa ditë më shumë, pastaj edhe një javë tjetër, pastaj pranonte gjysmën e shumës duke premtuar se muajin tjetër ajo do t'i rregullonte të gjitha. Por muajt u grumbulluan dhe borxhi u rrit dhe një të shtunë në mëngjes, kur Silvana kthehej nga një pastrim që e kishte filluar në 6 të mëngjesit, gjeti një letër poshtë derës. Ishte një njoftim formal, i shkruar me dorë me shkrimin e dridhur të plakut Vasil, që thoshte se nuk mund të priste më, se edhe ai kishte fatura për të paguar, se i duhej apartamenti deri në fund të asaj jave. Silvanës ju shem bota. E lexoi letrën 3 herë, pastaj 4, sikur fjalët do të ndryshonin kuptim nëse ajo këmbëngulte mjaftueshëm. Por nuk ndryshuan. Ajo kishte 5 ditë për t'u larguar. 5 ditë për të gjetur një vend tjetër, për të mbledhur para që nuk i kishte, për t'i shpjeguar vajzës së saj vetëm 8 vjeçe se do të duhej të linin të vetmen shtëpi që Besa njihte. Atë natë, Silvana mezi fjeti. Qëndroi shtrirë në krevatin e ngushtë të dhomës së saj, duke parë tavanin e plasaritur ku kishte një njoll lagështie që gjithmonë premtonte ta lyente, por kur nuk kishte para për të bler bojen. Mendoi t'u telefononte të njohurve, ish kolegeve të supermarketit, pronareve të shtëpive ku bënte pastrime. Por e dinte se askush nuk mund ta ndihmonte vërtet. Të gjithë jetonin ngushtë, të gjithë kishin problemet e tyre. Nëna e saj, zonja Drita, ishte ndarë nga jeta vitin e kaluar. Silvanës ende i mungonte çdo ditë, ajo prani e fortë dhe mikpritse që gjithmonë kishte një fjalë ngushëllimi, një përqafim që bënte gjithçka të dukej më pak e vështirë. Zonja Drita kishte qenë shtylla e familjes, një grua që e rriti Silvanën vetëm pasi babai u largua, një grua që punoi si kuzhiniere në restorante për dekada për t'i dhënë shkollim dhe ushqim së bijës. Kur ajo iku, ishte sikur një pjesë e Silvanës të ishte larguar gjithashtu. Nuk kishte më askën. Pa familje të afërt, pa vëllezër e motra, pa kushërin apo xhaxhallar e teze që mund t'i zgjasnin dorën. Baba i Besës ishte zhdukur prej vitesh, ndoshta ishte në një qytet tjetër, ndoshta kishte një familje tjetër, ndoshta as nuk e mbante mend më se kishte një vajzë të quajtur Besa me sy kafe dhe një buzëqeshje që ndriçonte çdo ambient. 5 ditët kaluan shumë shpejt. Silvana u përpoq të negocionte edhe një javë, edhe disa ditë, çfarëdo qoftë. Trokiti në derën e zotit Vasil me Besën pranë, duke i mbajtur dorën fort së bijës, duke u përpjekur të ruante qetësinë ndërsa lutej për më shumë kohë. Plaku Vasil i shikoi me një trishtim të sinqert në sy, por tundi kokën ngadalë.
Ai I shpjegoi se tashmë e kishte dhënë me qira apartamentin një familjeje tjetër, se kishte nënshkruar kontratën, se nuk mund të tërhiqej. Silvana e kuptoi. Nuk kishte zemërim, vetëm një dorëzim të rëndë që ju vendos në gjoks si një gur. Të premten në mëngjes, ditën e dëbimit, Silvana u zgjua herët dhe filloi të mblidhte ato pak gjëra që kishin. Ndau 2 çanta shpine të vjetra, një të sajën dhe një të besës, dhe vendosi gjërat thelbësore, disa ndëresa rrobash, dokumentet, furçën e dhëmbëve, arushin pelush që besa e kishte marrë nga gjyshja para se ajo të ndëronte jetë. Gjithçka tjetër do të duhej të mbetej. Mobiljet, tenxheret, ato pak libra që kishte, fotografitë e kornizuara në mur. Zoti Vasil tha se do t'i ruante për ca kohë, në rast se ajo arrinte të riorganizohej. Por Silvana e dinte se me shumë gjasa nuk do t'i shite më kur ato gjëra. Besa vëzhgonte gjithçka në heshtje, e ulur në cep të krevatit me arushin të shtrënguar fort pas gjoksit. Ajo ishte një vajzë e zgjuar, tepër e mbretë për moshën e saj, dhe edhe pa e kuptuar plotësisht se çfarë po ndodhte, e dinte se diçka shumë e keqe po shpalosej. Silvana përpiqej t'i buzëqeshte, të bënte shaka sikur po shkonin në një aventurë, por zëri I dilte I dridhur dhe fals, dhe besa nuk ishte me mece. Kur më në fund dolën nga apartamenti për herë të fundit, Silvana e mbylli derën me çelës, të cilin ja dorëzoi zotit Vasil që po priste në korridor. Plaku nuk tha asgjë, vetëm mori çelësin dhe I dha një përkëdhelje të ngathët në shpatull, një gest që përpiqej të transmetonte solidaritet, por që vetëm sa e rëndonte më shumë peshën e atij momenti. Silvana mori 2 çantat e shpinës, kapi dorën e besës dhe zbritën shkallët për herë të fundit. Çdo shkallë dukej më e rëndë se e mëparshmja. Në katin përdes, kaluan në përholin e vogël të hyrjes ku besa zakonisht luante me fëmijët e tjerë të pallatit, kaluan pranë portës së hekur të ndryshkur që kërciste sa herë që hapej dhe dolën në rrugë. Ishte një pasdite e vrenjtur qershori, me atë ftohtin e lagësht karakteristik të dimrit Tiranas. Silvana ndaloi në trotuar për një çast, duke parë prapa, drejt pallatit që kishte qenë shtëpia e saj, dhe ndjeu lotët t'i digjnin sy. Por nuk mund të qante, jo para besës. Duhej të ishte e fortë, duhej të gjente një zgjidhje. Filluan të ecnin pa një drejtim të caktuar, vetëm duke u larguar prej andej, sepse të qëndroje në vend të palvizur dhimbë të shumë. Besa I tërhoqi mëngën e palltosë së ëmës dhe e pyeti me atë zërin e hollë dhe plot pafajësi që ja thyente zemrën Silvanës, "Mami, ku do të shkojmë ne?" Silvana gëlltiti nyen që ju formua në fyt dhe sforcoi një buzëqeshje që nuk I arriti sy. "Do të bëjmë një shëtitje, bia ime. Që thua të shkojmë te ajo lulishtja e vogël që të pëlqen ty? Mund të ulemi atje, të pushojmë pak." Besa e pranoi përgjigjen pa pyetur më tej dhe vazhduan të ecnin nëpër rrugët e lagjes. Lulishtja ishte rreth 20 minuta ecje larg, një hapësirë e vogël e gjelbër e rrethuar me kangjella të ulta, me disa stola betoni, një lisharse të ndryshkur dhe një rëshitse që kishte parë ditë më të mira. Nuk ishte ndonjë gjë e madhe, por ishte një nga vendet e pakta ku besa mund të luante, ku Silvana ndonjëherë e çonte të bien të dielave për të marrë pak diell dhe për të harruar për disa orë shqetësimet që e konsumonin. Kur arritën, lulishtja ishte pothuajse bosh, vetëm një zotëri I moshuar që shëtiste me 100 rrugë dhe 2 adoleshente të ulura në një stol duke biseduar me zë të ulët. Silvana dhe besa u ulën në një stol më të largët, në një pemë degët e së cilës lëkundeshin butësisht me puhinë e ftohtë. Silvana hapi çantën e shpinës dhe nxori një mollë, I vetmi ushqim që kishin arritur të merrnin atë ditë. Ajo e ndau mollën në mes me duar dhe I dha gjysmën më të madhe besës, e cila filloi të hante ngadalë, duke kafshuar copa të vogla dhe duke I përtypur me kujdes, sikur të donte ta bënte atë mollë të zgjaste sa më shumë të ishte e mundur. Silvana vëzhgonte të bien duke ngrënë dhe ndjente një përzierje dashurie intensive dhe një faji dërmues. Si kishte arritur në këtë pikë? Si e kishte lënë jetën e saj të shkërmoqej kaq shumë? Ajo gjithmonë ishte përpjekur të bënte gjithçka si duhet, gjithmonë kishte punuar shumë, gjithmonë ishte përpjekur t'i jepte më të mirën besës. Por nuk ishte mjaftueshëm. Kur nuk ishte mjaftueshëm. Bota dukej se komplotonte kundër njerëzve si ajo, njerëzve që lindën pa privilegje, pa një rrjet mbështetës, pa një dyshek financiar për të zbutur rënjet e pashmangshme të jetës. Pasditja po binte dhe I ftohti bëhej më intensiv. 2 adoleshentet u larguan, edhe zotëria me qenin gjithashtu. Lulishtja po zbrazej dhe dritat e shtyllave filluan të ndizeshin automatikisht, duke hedhur një dritë të verdhë dhe të dobët mbi hapësirë.
Besa mbaroi gjysmën e saj të mollës dhe e futi bërthamën në xhepin e palltos, duke thënë se do ta mbillte një ditë për të dalë një pemë molle. Silvana buzëqeshi me këtë, një nga ato gëzimet e vogla që fëmijët sjellin edhe në momentet më të errëta. Por realiteti nuk mund të injorohej për shumë kohë. Besa e shikoi të ëmën me ata sy të mëdhenj dhe e pyeti përsëri, këtë herë me zërin më të dridhur, më të frikësuar, "Mami, ku do të flem sonte?" Pyetja e përshkoi Silvanën si një thikë. Ajo nuk kishte përgjigje. Thjesht nuk kishte. Mund të gënjente, të shpikte ndonjë histori, por Besa meritonte më shumë se kaq. Meritonte ndershmëri brenda mundësive. Silvana e tërhoqi të bien afër, duke e përqafuar fort, duke ndjer trupin e vogël dhe të ngrohtë kundër saj. "Do t'ja dalim mban, dashuria ime. Mami gjithmonë ja del mban, apo jo? Do të jemi mirë." Por edhe ndërsa e thoshte këtë, Silvana nuk u besonte fjalëve të saj. Si do të ishin mirë? Ku do të flinin? Si do të hanin të nesërmen? Pyetjet I rrotulloheshin në kokë pa pushim, secila më anktioze se tjetra. Ishte në këtë moment dëshpërimi të heshtur, ndërsa përqafonte Besën në stolin e ftohtë të lulishtes, që Silvana dëgjoi hapa që po afroheshin. Ajo ngriti kokën dhe pa një burr që ecte në drejtim të tyre. Ishte një burr rreth të 40-tave, me flokë të errët me disa fije të thinjura në tëmtha, I veshur me xhinse dhe një xhaketë të thjeshtë. Ai mbante diçka në duar dhe vinte drejt për drejt stolit ku ishin ulur. Instinkti mbrojtës I Silvanës u aktivizua menjëherë. Ajo ngushtoi syt, u tensionua, e shtrëngoi Besën më fort pas vetes. Nuk mund t'u besosh të huajve, veçanërisht në një qytet të madh si Tirana, veçanërisht kur je e pambrojtur, pa asgjë, pa askën. Kush ishte ai burr? Çfarë donte? Silvana ishte gati të ngrihej dhe të ikte me vrap nëse do të ishte e nevojshme. Por pastaj burri ndaloi disa hapa larg tyre dhe ngriti dorën në një gjest paqeje, duke treguar se çfarë mbante, ishte një blok vizatimi. Bloku I vizatimit të Besës. Silvana e njohu menjëherë kopertinën roz me vizatime lulesh që Besa e donte, bllokun që vajza e kishte marrë në shkollë në fillim të vitit dhe që e mbante kudo me vete, duke vizatuar sa herë që kishte një laps dhe një moment të lirë. Besa lëshoi një thirrje të vogël gëzimi dhe u ngrit nga stoli. "Bloku im. Mami, është bloku im I vizatimit." Burri buzëqeshi butësisht dhe u afrua më shumë, duke ia zgjatur bllokun vajzës. "E ke lëshuar aty pranë portës së pallatit." Ju pash duke kaluar dhe u përpoqa t'ju thërrisja, por ishit larguar tashmë. Ju ndoqa deri këtu për t'ju kthyer. Silvana ndjeu një lehtësim të çastit të përzier me mirënjohje, por ende e mbante gardhin lart. "Faleminderit," tha ajo thatë, duke marrë bllokun nga duart e burrit dhe duke ia dhënë Besës. "Ishte shumë e sjellshme nga ana juaj të vinit deri këtu vetëm për këtë." Burri tundi supet, asgjë nuk ishte. "E di sa të rëndësishme janë këto gjëra për fëmijët." Ai do të kthehej për të ikur, por pastaj bëri një pauzë dhe I shikoi përsëri Silvanën dhe Besën. Kishte diçka në shikimin e tij, një mirëkuptim që shkonte përtej fjalëve. Ai pa dy çantat e vjetra të shpinës në tokë pranë stolit, pa rrobat e thjeshta dhe të vjetruara, pa lodhjen në fytyrën e Silvanës, pa mënyrën se si Besa strukej pas së ëmës. Dhe diçka brenda tij e kuptoi, thjesht e kuptoi. "Më falni nëse po ndërhyj," tha ai me kujdes, duke zgjedhur fjalët, "por a jeni mirë? Keni nevojë për ndonjë ndihmë?" Përgjigjja automatike e Silvanës ishte të mohonte. Krenaria, frika, mosbesimi, të gjitha u përzien në një refuzim të menjëhershëm. "Jemi mirë, faleminderit. Nuk kemi nevojë për asgjë." Burri pohoi me respekt, por nuk lëvizi. Qëndroi aty I palvizur për disa sekonda të tjera, sikur po peshonte diçka në mendje. "Shiko," tha ai më në fund, "unë nuk e di cila është situata juaj dhe nuk do të pyes sepse nuk është puna ime. Por po bën ftohtë, do të jetë një natë e vështirë jashtë, dhe nëse keni nevojë për një vend për të kaluar natën, për të ngrënë diçka të ngrohtë, shtëpia ime nuk është larg nga këtu. Nuk po kërkoj asgjë në këmbim, nuk jam ndonjë I çmendur I rrezikshëm, thjesht dikush që ka kaluar nëpër momente të vështira dhe e di sa e rëndësishme është kur dikush të zgjat dorën." Silvana e shikoi me sy të zgurdulluar. Një pjesë e saj donte të bërtiste jo, se nuk e njihnin atë burr, se kjo mund të ishte e rrezikshme, se nuk mund t'u besosh të huajve.
por një pjesë tjetër e saj, pjesa e dëshpëruar, pjesa që ishte e tmerruar nga ideja për të kaluar tërë natën në atë lulishte të ftohtë me vajzën 8 vjeçe, e konsideroi ofertën. Ajo shikoi Besën, e cila po e shikonte burrin me një kuriozitet fëmijëror, pastaj e shikoi përsëri atë, duke u përpjekur të lexonte diçka në fytyrën e tij, duke u përpjekur të zbulonte ndonjë shenjë rreziku. Por ajo që pa ishte sinqeritet. Pa një dashamirësi të sinqert në ata sy të errët, një mirëkuptim të thellë të dikujt që e dinte vërtet se çdo të thoshte të vuaje. Dhe në atë moment, Silvana e kuptoi se nuk kishte zgjidhje të vërtetë. Nuk ishte krenaria, nuk ishte mosbesimi ajo që kishte rëndësi tani. Ishte mbijetesa. Ishte mirëqenia e së bijës. Dhe nëse kishte shansin më të vogël që ai burr të ishte i sinqert në ofertën e tij, ajo duhej ta pranonte, sepse alternativa ishte të kalonte tërë natën e ekspozuar ndaj të ftohtit, urisë, rrezikut të rrugëve. Si quheni? Pyeti Silvana, zëri i saj ende i kujdesshëm por më pak i ashpër. Burri buzëqeshi lehtë, emri im është Daniel. Daniel Shehu. Jetoj këtu në lagje prej rreth 15 vjetësh. Po ju? Silvana hezitoi për një sekond para se të përgjigjej, Silvana. Dhe kjo është bija ime, Besa. Ajo mori frym thellë, duke marrë një vendim që mund të ndryshonte gjithçka. Nëse oferta është ende në fuqi, ne e pranojmë. Vetëm për sonte. Nesër do t'ja dalim mban. Danieli pohoi me mirëkuptim, pa bërë buj, pa treguar keqardhje apo epërsi. Thjesht e pranoi vendimin e saj me respekt. Sigurisht. Atëherë, le të shkojmë, nuk është larg. 10 minuta ecje. Ai u kthye dhe filloi të ecte, dhe Silvana mori 2 çantat e shpinës, kapi dorën e Besës dhe e ndoqi pas, zemra i rrite fort në gjoks, pa e ditur nëse po merrte vendimin më të mirë të jetës së saj apo po bënte gabimin më të madh të mundshëm. Ndërsa ecnin nëpër rrugët e ndriçuara dobët të lagjes, Silvana e vëzhgonte Danielin nga afër, gati për të kapur Besën dhe për të ikur me vrap në shenjën e parë të rrezikut. Por Danieli ecte i qetë, duke bërë komente të vogla për lagjen, për faktin se dimri ishte më i ftohtë këtë vit, për gjëra të parëndësishme që ndihmonin për të ulur tensionin në ajër. Besa, nga ana e saj, duke i më relaksuar, duke mbajtur fort bllokun e saj të vizatimit të gjetur dhe duke parë përreth me kuriozitetin natyral të fëmijëve. Pas saktësisht 10 minutash, siç kishte premtuar Danieli, arritën në një shtëpi të thjeshtë në një rrugë banimi të qetë. Ishte një shtëpi e vogël njëkatëshe, me një kangjell të vogël përpara dhe një kopsht modest por të mirë mbajtur. Danieli hapi portën dhe bëri një gjest që ato të hynin. Silvana gëlltiti pështymën dhe kaloi portën, duke ndjerë sikur po kalonte një lloj pragu të padukshëm, duke hyrë në një territor të panjohur ku nuk e dinte se çfarë do të gjente. Danieli hapi derën e përparme dhe ndezi dritat. Pjesa e brendshme e shtëpisë ishte e thjeshtë por mikpritëse. Një dhomë ndenjeje e vogël me një divan të vjetruar por të pastër, një raft me disa libra dhe korniza fotografish, një tavolinë ngrënjeje druri me 4 karrige. Gjithçka shumë bazike, por e rregullt dhe e kujdesur. Kishte një erë të këndshme në ajër, diçka që Silvana nuk mund ta identifikonte menjëherë. Hyni, ndihuni si në shtëpinë tuaj, tha Danieli, duke mbyllur derën pas tyre. Duhet të jeni të uritura. Më lejoni të përgatis diçka për të ngrënë. Silvana do të protestonte, do të thoshte se nuk duhej të shqetësonin, por stomaku i saj u dëgjua para se të fliste, duke tradhtuar urinë që ishte përpjekur ta injoronte gjithë ditën. Danieli buzëqeshi butësisht, pa ceremoni. U luni, për 15 minuta ushqimi është gati. Ai u zhduk në kuzhinë dhe Silvana e Besa mbeten në këmbë në dhomën e ndenjes, ende pak të çorientuara, pa e ditur saktësisht se çfarë të bënin. Besa i tërhoqi mëngën së ëmës dhe i përshpëriti, duket i mirë, apo jo mami? Silvana uli shikimin drejt atyre syve kafe plot shpresë dhe ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Po, dashuria ime, duket. Ato u ulën në divan dhe Silvana e përqafoi përsëri Besën duke i puthur majën e kokës, duke falendëruar në heshtje për këtë mrekulli të vogël që ishte shfaqur në formën e një të huaj të sjellshëm në një lulishte të ftohtë të Tiranës. Ndërsa prisnin, Silvana shikoi përreth duke vëzhguar detajet e shtëpisë. Në kornizat e fotografive në raft, pa foto të Danielit me një grua më të moshuar, ndoshta nënën e tij. Kishte foto të tij më i ri, duke buzëqeshur në ndonjë plazh, në ndonjë festë. Duke një jetë normale, e zakonshme, e dikujt që punonte dhe jetonte rutinën e tij.
Asgjë aty nuk sugjeronte rrezik, asgjë aty nuk i ndiste alarmet e brendshme të Silvanës. Ajo filloi të relaksohej pak, duke i lejuar vetes të besonte se ndoshta, vetëm ndoshta, kishin gjetur një engjëll në një moment nevoje absolute. Danieli u kthye nga kuzhina duke mbajtur një tabaka me pjata që nxirrnin avull. Era e ushqimit të gatuar në shtëpi pushtoi dhomën dhe bëri që stomaku i Silvanës të dëgjohej përsëri, këtë herë më fort. Ishin makarona me salcë të thjeshtë domatesh, por të përgatitura me kujdes, të shoqëruara me disa feta bukë të thekur dhe pak djath të grirë sipër. Për dikë që nuk kishte ngrënë siç duhet prej ditësh, kjo dukej si një banket mbretëror. Ai e vendosi tabakan në tavolinën e dhomës së ndenjes dhe bëri një gjest ftues. Le të ham sa është e ngrohtë. Nuk është asgjë shumë e sofistikuar, por të mbush barkun dhe të ngrohë zemrën. Silvana dhe Besa ju afruan tavolinës me një farë druajtjeje, ende duke përpunuar mirësinë e atij të huaj që kishte hyrë në jetën e tyre në mënyrë kaq të papritur. U ulën në karriget prej druri ndërsa Danieli shërbente pjatat, duke vendosur porcione bujare për secilën prej tyre. Besa e shikoi të ëmën duke i kërkuar leje në heshtje para se të fillonte të hante. Silvana pohoi me kokë dhe vajza kapi pirunin me të dyja duart, duke i rrotulluar makaronat me kujdes para se t'i çonte në gojë. Kur piruni i pari i preku gjuhën, sytë e saj u zgjeruan nga kënaqësia. Është shumë e shijshme, xhaxhi Daniel, thiri ajo me atë sinqeritet fëmijëror që nuk njeh filtra apo protokolle sociale. Danieli buzëqeshi gjerë, dukshëm i kënaqur me komplimentin. Më vjen mirë që të pëlqeu, Besa. Nëna ime më ka mësuar të gatuaj kur isha i vogël. Ajo gjithmonë thoshte se një burr që di të gatuaj nuk vdes kur u rije. Ai shikoi Silvanën, e cila hante më ngadalë, duke shijuar çdo kafshat sikur të ishte vakti i fundit i jetës së saj. Po ti, Silvana? A është e mirë? Silvana gëlltiti atë që po përtypte dhe pohoi, duke ndjer lotët t'i digjnin sy. Nuk ishte vetëm ushqimi, megjithse ishte vërtet i shijshëm. Ishte gjithçka, mirësia e papritur, mikpritja pa gjykime, ndjenja e të qenit e sigurt, edhe pse përkohësisht në një vend të ngrohtë dhe të mbrojtur pas një dite që kishte qenë një nga më të këqijat e jetës së saj. Është e mrekullueshme, arriti të thoshte me zërin e mbytur. Faleminderit. Faleminderit vërtet. Ti nuk e ke idenë se sa shumë do të thotë kjo për ne. Danieli tundi kokën duke e minimizuar mirënjohjen. Nuk ka nevojë të falënderosh. E di saktësisht se sa shumë do të thotë kjo. Kishte diçka në mënyrën se si e tha këtë, një thellësi, një mirëkuptim që shkonte përtej empatisë sipërfaqësore. Silvana e vuri re, por nuk pyeti. Ende jo. Së pari duhej të mbaronte së ngrëni, të qetësonte stomakun që i dhimbte nga uria, ta linte Besën të ndihej e sigurt dhe e përkujdesur. Hëngrën në një heshtje relative, vetëm me disa komente të shkëputura për ushqimin, për të ftohtin jashtë, për gjëra të vogla që mbushnin ajrin pa kërkuar shumë. Kur mbaruan, Danieli mblodhi pjatat dhe i çoi të gjitha në kuzhinë, duke refuzuar ofertën e Silvanës për të ndihmuar. Ju jeni të ftuarat e mia sot. Më lejoni mua të kujdesem për këtë. Ndërsa ai lante enët në kuzhinë, Silvana shikoi përsëri përreth. Shtëpia ishte modeste, por tregonte kujdesin e dikujt që e vlerësonte hapësirën e tij, edhe pse ishte e thjeshtë. Muret ishin lyer me një nuancë neutrale bezh, kishte disa bim në dritaren e dhomës së ndenjes dhe rafti kishte një përzierje interesante librash, romane shqiptare, disa libra të vetëndihmës, manuale teknike mbi mekanikën. Danieli ishte një njeri që lexonte, që interesohej për tema të ndryshme, që kujdesej për shtëpinë e tij edhe pse jetonte vetëm. Besa po bëhej përgjumësh, duke mbështetur kokën në shpatullën e së ëmës, duke luftuar për të mbajtur sytë hapur. Kishte qenë një ditë e gjatë dhe emocionalisht raskapitëse për një fëmijë 8 vjeç. Silvana i përkëdheli flokët së bijës, duke ndjer peshën e vogël dhe të ngrohtë kundër trupit të saj, dhe për herë të parë që kur dolën nga apartamenti, i lejoi vetes të merrte frymë me pak më pak shtrëngim në gjoks. Danieli u kthye nga kuzhina duke tharë duart me një pecetë. Shikoi Besën që po dremiste dhe buzëqeshi me butësi. E vogla është e lodhur. Më lejoni t'ju tregoj dhomën ku mund të flini. Silvana do të protestonte, do të thoshte se mund të flinin në divan, se nuk donin të shqetësonin më shumë se sa kishin shqetësuar tashmë, por Danieli ngriti dorën butësisht. Nuk është as pak shqetësim. Kam një dhomë mish që qëndron gjithmonë bosh. Është e thjeshtë, por ka një krevat të rehatshëm dhe batanie të pastra.
Do të jeni më mirë atje se në divan. Ai udhëhoqi nëpër një korridor të vogël që çonte në dhomat e shtëpisë. Kaloi pranë derës së asaj që me siguri ishte dhoma e tij dhe hapi derën ngjitur. Ishte vërtet një dhomë e thjeshtë, me një krevat doppio të mbuluar me një jorgan blu të errët, një dollap të vogël, një dritare me perde të bardha dhe një abazhur mbi një komodinë. Por ishte e pastër, mbante erë të mirë dhe krevati duke i tepër ftues pas një dite të tërë duke ecur nëpër rrugë. Banjoja është aty përballë, tregoi Danieli. Ka peshqir të pastër në dollap. Nëse keni nevojë për diçka gjatë natës, dhoma ime është këtu ngjitur. Mund të më thërrisni pa problem. Ai bëri një pauzë, sikur po zgjidhte fjalët me kujdes. E di që nuk më njihni dhe se e gjithë kjo duhet të duket e çuditshme. Por ju premtoj se jeni të sigurta këtu. Nuk do të bëj asgjë, nuk pres asgjë në këmbim. Thjesht dua të ndihmoj. Silvana e shikoi në sy duke kërkuar ndonjë shenjë falsiteti, ndonjë indicie të qëllimeve të dyta. Por gjithçka që pa ishte sinqeritet. Një sinqeritet çarmatosës që bëri që barrierat e fundit të mbrojtjes së saj të fillonin të binin. Të besoj, tha ajo butësisht. Dhe nuk di si të falenderoj për gjithë këtë. Nesër do të dalim herët dhe nuk do të shqetësojmë më. Danieli tundi kokën. Nesër është një ditë tjetër. Do të shohim se si janë gjërat nesër. Për tani, pushoni. Natën e mirë, Silvana. Natën e mirë, Besa. Ai i bëri me dorë vajzës që pothuajse po flinte në këmbë, dhe ajo i bëri një shenjë të druajtur para se të strukej përsëri në prerjen e së ëmës. Danieli doli nga dhoma duke mbyllur derën ngadalë pas vetes, duke lënë nën e bi vetëm. Silvana e ndihmoi Besën të ndërronte rrobat, duke i veshur pishamet e vjetruara që kishte sjellë në çantë. Vajza mezi i mbante sytë hapur, duke përshpëritur fraza të palidhura për bllokun e vizatimit, për makaronat e shijshme, për xhaxhin e mirë që ishte shfaqur. Silvana e vendosi në krevat dhe e mbuloi me jorganin blu që ishte çuditërisht i butë dhe i ngrohtë. Besa u mblodh kruspull në mbulesa, duke shtrënguar arushin pelush pas gjoksit, dhe në më pak se 2 minuta ishte në gjumë të thellë. Silvana qëndroi e ulur në cep të krevatit për një kohë të gjatë, vetëm duke vëzhguar të bien duke fjetur. Në fytyrën e Besës nuk kishte shenja shqetësimi tani, vetëm paqja e qetë e një fëmije që më në fund ishte në një vend të sigurt dhe të rehatshëm. Lotët që Silvana i kishte mbajtur gjithë ditën më në fund filluan të rridhnin nëpër fytyrën e saj. Lot lehtësimi, mirënjohje, raskapitje emocionale. Ajo qau në heshtje, duke lënë gjithçka të dilte, të gjitha tensionet dhe frikërat e grumbulluara. Pas disa minutash, u fshi me duar, shkoi në banjën e treguar nga Danieli dhe lau fytyrën. U pa në pasqyrë dhe pa një grua 32 vjeçe që dukej sikur ishte 40, me radh të zinj poshtë syve, lëkurë të lodhur, flokë të shpupurishur. Pa një grua që ishte thyer nga jeta, por që ende nuk ishte dorëzuar plotësisht. Pa një nën që do të bënte gjithçka për të bien, që do të mbijetonte çdo gjë për sa kohë që kjo do të thoshte se Besa do të ishte mirë. U kthye në dhomë dhe u shtri pranë së bijes në krevatin e rehatshëm. Për herë të parë në muaj, ndoshta në vite, ajo arriti të relaksohej pak. Jo plotësisht, sepse kishte ende një mijë shqetësime në kokë, një mijë pyetje për të ardhmen, por mjaftueshëm që muskujt e saj të tensionuar të lëshoheshin pak, që frymëmarrja e saj të bëhej më e rregull. Mbylli syt dhe, çuditërisht, fjeti. Të nesërmen në mëngjes, Silvana u zgjua me erën e kafes së freskët. Për një moment konfuz, ajo nuk e dinte se ku ishte, dhe paniku e pushtoi. Por pastaj pa Besën duke fjetur pranë saj, pa dhomën e panjohur por mikpritse, dhe gjithçka ju kujtua, dëbimi, lulishtja, Danieli. Ajo ul në krevat me kujdes për të mos zgjuar të bien dhe kontrolloi celularin. Ishte ora 8 e mëngjesit të së shtunës. Kishin fjetur pothuajse 10 orë rresht. U ngrit ngadalë, rregulloi flokët me duar dhe doli nga dhoma. Në korridor, ndoqi erën e kafes deri në kuzhinë, ku gjeti Danielin duke përgatitur mëngjesin. Ai kishte veshur një bluzë të thjeshtë dhe pantallona tutash, flokët ende pak të shpupurishur nga gjumi, por me një shprehje të qetë dhe të relaksuar. Mirëmëngjes, e përshëndeti ai kur e pa duke hyrë. Fjetë mirë? Silvana pohoi, ende pak e druajtur në atë situatë të çuditshme të qenit në shtëpinë e një të huaj që disi nuk dukej më aq i huaj. Fjeta më mirë se sa prisja. Faleminderit që na le të qëndrojmë. Krevati është shumë i rehatshëm.
Danieli buzëqeshi. Më vjen mirë. Po bëja mëngjes. Asgjë shumë e sofistikuar, por ka bukë franceze, kafe, qumësht, margarinë dhe reçel. A u zgjua Besa? Në atë moment, sikur universi të ishte duke pritur momentin e sakt, Besa u shfaq në derën e kuzhinës duke fërkuar syt, me arushin të varur në njërën dorë. Mirë mëngjes, tha ajo me zërin ende të trash nga gjumi. Të tre hëngrën mëngjes së bashku në tryezën e kuzhinës. Ishte një skenë çuditërisht shtëpiake dhe normale, sikur kjo të ishte rutinë, sikur ata të njiheshin prej vitesh dhe jo vetëm prej disa orësh. Besa ishte më e gjallë në mëngjes, duke i treguar Danielit për vizatimet e saj, për shoqet e shkollës, për mësuesen që e adhuronte. Danieli dëgjonte me vëmendje të sinqertë, duke bërë pyetje, duke qeshur me historitë qesharake, duke treguar interes të vërtet për jetën e asaj vajze që mezi e njihte. Silvana vëzhgonte ndërveprimin me zemrën e shtrënguar. Besa kur nuk kishte pasur një figurë atërore të pranishme. Babai ishte larguar kur ajo ishte shumë e vogël, dhe që atëherë kishte qenë vetëm Silvana dhe ajo kundër botës. Të shihte të bien duke ndërvepruar me Danielin në mënyrë kaq natyrale dhe të sigurt ishte në të njëjtën kohë ngushëlluese dhe e dhimbshme. Ngushëlluese sepse tregonte se Besa ishte ende aftë të besonte, të hapej, të krijonte lidhje. E dhimbshme sepse Silvana pyeste veten nëse po e privonte të bien nga diçka e rëndësishme duke mos pasur një burr në jetën e tyre. Pas mëngjesit, ndërsa Besa shikonte filma vizatimor në dhomën e ndenjes, Silvana e ndihmoi Danielin të lante enën. Punuan krah për krah në një heshtje komode për disa minuta para se Danieli ta thyente heshtjen. Silvana, nuk dua të ndërhyj, por a ke ndonjë plan? Ndonjë vend për të shkuar? Pyetja, megjithse e bërë me butësi, solli përsëri të gjithë realitetin që Silvana kishte arritur ta harronte përkohësisht. Ajo ndaloi së lari pjatën që mbante dhe shikoi ujin me shkum në lavaman. Jo, pranoi ajo me zë të ulët. Nuk kam asnjë plan. Nuk kam familje, nuk kam miq që mund të na strehojnë. Po mendoja të shkoja në një strehë bashkiake, por kam frikë. Kam dëgjuar histori të këqija për ato vende. Danieli pohoi me mirë kuptim. E kuptoj. Po punë? Apo kërkoje? Silvana tha u duart dhe u mbështet në banakun e kuzhinës. Unë punoj si pastruese me ditë, por nuk mjafton. Punët janë sporadike, nuk arri të mbledh para për qira. E humba punën time të rregullt para disa muajsh dhe që atëherë ka qenë një luftë e vazhdueshme vetëm për të siguruar ushqimin. Kishte turp në zërin e saj kur e pranoi këtë, një turp që Danieli e perceptoi menjëherë. Nuk ka asgjë të turpshme të kalosh vështirësi, tha ai me vendosmëri. U ndodh më shumë njerëzve se sa e imagjinon. Sistemi është bërë që ne të dështojmë, veçanërisht njerëzit si ne që e nisin nga poshtë. Ai bëri një pauzë, sikur po merrte një vendim të rëndësishëm. Shiko, kam një propozim për ty, mund të duket i çuditshëm duke ardhur nga dikush që e njoh e dje, por më dëgjoj deri në fund. Silvana u kthye për ta parë, kurioze dhe pak e shqetësuar. Danieli vazhdoi, unë punoj si mekanik në një servis këtu afër. Nuk fitoj shumë, por mjafton për të jetuar rehat vetëm. Kjo shtëpi është e imja, e shlyer, trashëgimi nga nëna ime. Dhoma ku fjetët ju qëndron bosh gjatë gjithë kohës. Po mendoja, po sikur të qëndronit këtu për ca kohë? Vetëm derisa të arrish të mbledhësh para mjaftueshëm për të marrë me qira një vend të ri, të gjesh një punë më të mirë, të organizohesh. Silvana e shikoi me gojë hapur. Daniel, nuk mund ta pranoj këtë. Ti as nuk na njeh. Pse do të bëje diçka të tillë? Ai tundi supet, por kishte diçka më të thellë në shikimin e tij. Sepse kam qenë aty ku je ti tani. Jo saktësisht në të njëjtën situatë, por afër. Dhe e di sa ndryshe do të kishte qenë nëse dikush do të më kishte zgjatur dorën kur kisha më shumë nevojë. Kishte një histori aty, e kuptoi Silvana. Një histori që Danieli ende nuk e kishte treguar, por që rëndonte mbi të në një farë mënyre. Ajo donte të pyeste, donte të dinte më shumë, por në të njëjtën kohë respektonte që ai do ta ndante kur dhe nëse do të donte. Nuk di çfarë të them, pëshpëriti ajo. Kjo është bujari e tepërt. Si do të mundja ta shpërbleja? Danieli mendoi për një moment. Nëse do të shpërblesh në një farë mënyre, mund të kujdesesh për shtëpinë ndërsa unë jam duke punuar. Të gatuash, të pastrosh, këto gjëra. Unë jam shumë i keq për ta mbajtur shtëpinë të organizuar kur jam vetëm.
Dhe ti the se punon me pastrim, kështu që do të ishte diçka që ti tashmë di ta bësh. Nuk është një punë formale me rrogë, por të paktën do të kishit një çati mbi kokë, ushqim dhe siguri ndërsa ti kërkon diçka më të mirë. Oferta ishte tepër joshse, tepër e mirë për të qenë e vërtetë. Gjatë gjithë jetës, Silvana kishte mësuar se kur diçka duket tepër e mirë për të qenë e vërtetë, zakonisht ka ndonjë kurth. Por duke parë Danielin, atë burr që ishte shfaqur nga hiçi me mirësinë e tij të qetë dhe sytë e tij të sinqertë, ajo nuk arrinte të shihte asnjë kurth. Shihte vetëm një person vërtet të mirë që përpiqej të ndihmonte një person tjetër në nevojë. Në rregull, tha ajo më në fund, zëri i saj i fortë pavarësisht dridhjes së brendshme. Ne e pranojmë, por me kushte. Së pari, kjo është e përkohshme. Sa po të arrijë të organizohem, ne do të largohemi dhe nuk do të shqetësojmë më. Së dyti, unë do të kujdesem për shtëpinë, do të gatuaj, do të pastroj, do të bëj gjithçka që të duhet, por nëse në ndonjë moment ti do që ne të largohemi, vetëm thuaje. Dhe së treti, çdo sjellje e çuditshme, çdo gjë që më bën të ndihem jo rehat ose që kërcënon vajzën time në çfarëdo mënyre, ne largohemi menjëherë. Rën dakord? Danieli i zgjati dorën për të vulosur marrëveshjen. Rën dakord. Dhe Silvana, për atë pikën e fundit, unë kur, absolutisht kur, nuk do të bëja diçka për t'ju vënë në rrezik. Ke fjalën time. Ajo i shtrëngoi dorën duke ndjerë fortësinë e shtrëngimit, qetësinë në lëkurën e tij dhe diçka brenda saj u relaksua pak më shumë. Ditët në vijim u shpalosën në një rutinë çuditërisht të këndshme. Silvana zgjoi herët, përgatiste mëngjesin për të tre, organizonte shtëpinë ndërsa Danieli shkonte të punonte në servis, merrte Besën nga shkolla pasdite dhe përgatiste darkën për kur ai të kthehej. Besa u përshtat shpejt duke e trajtuar Danielin me një përzierje respekti dhe dashurie që rritej çdo ditë. Burri, nga ana e tij, ishte i durueshëm dhe i vëmendshëm me vajzën, ndonjëherë duke i sjellë dhurata të vogla nga servisi, një varse çelësash me ngjyra, një ngjitse të lezetshme, çokolata që i kishte bler rrugës për në shtëpi. Silvana, fillimisht e kujdesshme dhe gjithmonë duke mbajtur një distancë të caktuar emocionale, filloi të kuptonte se Danieli ishte saktësisht ai që dukej, një njeri i mirë, punëtor, i vetmuar, që gjente gëzim duke ndihmuar dy njerëz që vërtet kishin nevojë. Ata bisedonin mbrëmjeve pasi Besa shkonte të flinte, duke ndarë histori për jetët e tyre, ëndrat, zhgënjimet. Danieli i tregoi për punën e tij në servis, për mënyrën se si e kishte mësuar zanatin nga një fëmijë kur ishte adoleshent, për mënyrën se si nëna e kishte rritur vetëm pasi babai ishte larguar. Silvana ndau historinë e saj, fëmijërinë e varfër por plot dashuri fal nënës së saj, marrëdhënien katastrofike me baban e Besës, vitet e luftës duke u përpjekur të balanconte amësinë dhe punën, humbjen shkatëruese të zonjës drita vitin e kaluar. Kishte një lehtësi mes tyre që ishte e rrallë, një mirëkuptim i ndërsjellë i njerëzve që njihnin shijen e hidhur të vështirësive dhe që kishin mbijetuar fal forcës dhe qëndrueshmërisë së tyre. Një të martë mbrëma, rreth 2 javë pasi Silvana dhe Besa ishin transferuar në shtëpinë e Danielit, të tre po darkonin kur burri bëri një njoftim. Kam një lajm, tha ai, duke u dukur pak nervoz. Silvana dhe Besa e shikuan me pritshmëri. Një mik i imi është pronar i një kompanie të vogël pastrimi komercial. Ai po kërkonte dikë për të punuar me gjysmë orari duke bërë pastrim në zyra natën. I fola atij për ty, Silvana, dhe ai tha se nëse ti do, mund të fillosh javën e ardhshme. Rroga nuk është shumë, por është e rregullt, me sigurime, dhe orari të lejon të marrësh Besën nga shkolla para se të shkosh në punë. Silvanës i ra piruni nga pjata, sytë i ishin zgurdulluar nga habia. Seriozisht? E bëre këtë për mua? Danieli buzëqeshi modestisht. Thjesht përmenda se njëja dikë që kishte nevojë për punë dhe që ishte shumë kompetente. Pjesa tjetër ishte vendimi i tij. Por po, nëse ti do, puna është e jotja. Silvana ndjeu lotët t'i mbusheshin sytë. Ishte një punë e vërtetë, me regjistrim, me rrogë fikse, me mundësinë për të planifikuar një të ardhme. Ishte hapi i parë i vërtet për të dalë nga gropa ku kishte rënë. Po, e dua, tha ajo me zërin e mbytur. Shumë faleminderit, Daniel. Nuk e di se si do të arritë të falenderoj për gjithçka që po bëm për ne. Danieli tundi kokën, dukshëm i parehatshëm me mirënjohjen e tepruar. Nuk ka nevojë të falenderosh. Po bëj atë që çdo njeri i denjë do të bënte. Por Silvana e dinte se nuk ishte e vërtetë.
Shumica e njerëzve do të kishin kaluar pranë tyre në lulishte pa i parë 2 herë. Shumica e njerëzve nuk do të ishin shqetësuar për një nën dhe një bi pas 3. Danieli ishte i veçantë dhe çdo ditë që kalonte, Silvana e kuptonte këtë me më shumë qartësi. Muajt kalonin dhe jeta e Silvanës filloi të merrte një formë që ajo nuk e besonte të ishte e mundur muaj më parë. Puna në kompaninë e pastrimit komercial doli të ishte shumë më e mirë se sa priste. Shefi i saj, Besniku, ishte një njeri i drejtë që vlerësonte punonjësit e përkushtuar, dhe Silvana shpejt dëshmoi se ishte një nga më të mirat. Ajo punonte me zell, gjithmonë arrinte në kohë, kur nuk ankoi për asnjë detyrë dhe shpejt fitoi besimin e tij. Pas 3 muajsh, Besniku i rriti orarin e punës dhe rrjedhimisht edhe rrogën, duke njohur vlerën e asaj gruaje që e bënte punën e saj me krenari dhe kompetencë. Besa po ecte mirë në shkollë, notat e saj u përmirësuan ndjeshëm dhe mësuesja i komentoi Silvanës se vajza dukej më e lumtur, më e përqendruar, më e pranishme. Nuk ishte çudi. Për herë të parë në një kohë të gjatë, Besa kishte stabilitet, kishte një shtëpi të vërtetë, kishte ushqim në tryez çdo ditë dhe nuk duhej të shqetësohej nëse do të kishte një vend për të fjetur natën. Transformimi te fëmia ishte i dukshëm, ajo buzëqeshte më shumë, luante më shumë, i ishte kthyer vizatimit me të njëjtin pasion si më parë. Marrëdhënia me Silvanës dhe Danielit gjithashtu kishte evoluar në një mënyrë natyrale dhe të papritur. Ajo që filloi si mirënjohje nga ana e saj dhe bujari nga ana e tij u shndërrua në diçka më të thellë, miqësi të vërtetë. Ata bisedonin për gjithçka, ndanin histori të ditës, qeshnin së bashku me gjërat e vogla, mbështesnin njëri tjetrin në momentet e vështira. Danieli ishte bërë një prani e vazhdueshme edhe në jetën e Besës, një lloj figure atërore që vajza nuk e kishte pasur kurrë. Ai e ndihmonte me detyrat e shtëpisë, luante me të në fundjavë, shfaqej në prezantimet e shkollës. Dhe i bënte të gjitha këto natyrshëm, pa bujë, sikur të ishte gjëja më normale në botë. Silvana filloi të kursente para. Çdo rrogë që merrte, ndante një pjesë dhe e ruante në një llogari kursimi që kishte hapur. Ishte një plan afatgjat, të mblidhte mjaftueshëm për të dhënë paradhënien për një apartament të vogël, për të pasur më në fund diçka që ishte vetëm e saj dhe e Besës, për të mos u varur nga mirësia e askujt, sado e sinqertë të ishte. Ajo kishte biseduar me Danielin për këtë dhe ai e mbështeti plotësisht idenë, megjithse e bëri të qartë se ato mund të qëndronin në shtëpinë e tij sa kohë të kishin nevojë. Por kishte diçka që Silvana e vinte re te Danieli, diçka që ai përpiqej ta fshite, por që ndonjëherë shfaqej në shikimin e tij, një trishtim i thellë, një mall që ai e mbante me vete. Ajo e perceptonte kryesisht kur ai shikonte fotot e nënës së tij në raft, ose kur përmendte ndonjë kujtim nga fëmijëria. Kishte një histori aty që ai ende nuk e kishte ndarë plotësisht, dhe Silvana e respektonte këtë, duke pritur momentin kur ai do të ndihej rehat për të hapur këtë kapitull të jetës së tij. Ky moment erdhi një të diel mbrëma, kur Besa tashmë kishte shkuar të flinte dhe të dy ishin ulur në divanin e dhomës së ndenjes, secili me një filxhan çaj në duar, duke biseduar për asgjë në veçanti. Danieli heshti për një moment duke parë filxhanin dhe pastaj filloi të fliste me një zë të ulët dhe të ngarkuar me emocion. Asnjëherë nuk të kam treguar siç duhet për fëmijërinë time, filloi ai. Silvana nuk tha asgjë, vetëm priti që ai të vazhdonte në ritmin e tij. Nëna ime, zonja Helena, më rriti vetëm. Babai im u largua kur unë isha rreth 5 vjeç. Nuk e mbaj mend shumë, vetëm disa imazhe të paqarta. Nëna ime punonte si pastruese në disa shtëpi të lagjes, ashtu siç punon ti tani. Ajo bënte gjithçka për të më dhënë një jetë më të mirë. Ai bëri një pauzë duke pirë një glënjë çaj dhe Silvana pa se sytë e tij po shkëlqenin me lot të paplollë. Kur isha rreth 12 vjeç, kaluam një periudhë shumë të vështirë. Nëna ime u sëmur, asgjë serioze, por mbeti pa mundur të punonte për disa javë. Parat mbaruan shpejt. Hanim një vakt në ditë, ndonjëherë as aq. E mbaj mend ndjesinë e të fjeturit i uritur, të zgjuarit i uritur, të shkuarit në shkollë me barkun që më gëryente dhe pa mundur të përqendrohesha në asgjë që thoshte mësuesi. Silvana ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ajo e njihte shumë mirë atë ndjesi, kishte jetuar momente të ngjashme, veçanërisht në muajt e fundit para se të njihte Danielin. Një ditë, vazhdoi Danieli, zëri i tij më i fortë tani, u ktheva nga shkolla dhe gjeta një pako në derën e shtëpisë. Ishte një qese me ushqime, oriz, fasule, makarona, vaj, sheqer, kafe, madje edhe disa biskota. Nuk kishte asnjë letër, asgjë që shpjegonte se kush e kishte lënë.
Nëna ime u habit, por e pranoi ndihmën sepse nuk kishte zgjidhje tjetër. Menduam se ishte ndonjë fqinj që i vinte keq për ne. Ai e shikoi Silvanën me një intensitet që ajo nuk e kishte parë më parë. Kjo u përsërit edhe 2 herë të tjera në javët në vijim. Dikush, nuk e dinim kush, linte ushqim në derën tonë. Gjithmonë natën vonë, gjithmonë pa identifikim. Ato qese me ushqime na shpëtuan, Silvana. Fjalë për fjalë. Na mbajtën gjallë derisa nëna ime u shërua dhe u kthye në punë. Asnjëherë nuk e harrova atë. Asnjëherë nuk e harrova mirësinë e kujtoj qoftë që na ndihmoi në atë moment. Silvana ishte prekur nga historia, por ende nuk e kuptonte plotësisht pse Danieli po e ndante këtë tani, pas disa muajsh. Ai mori frym thellë, sikur po përgatitej të thoshte diçka të rëndësishme. Vite më vonë, kur unë isha tashmë i rritur dhe nëna ime ishte më e moshuar, ajo më tregoi se kush e kishte lënë atë ushqim. Ishte një grua që jetonte në të njëjtin pallat me ne, një grua e quajtur Drita. Bota e Silvanës ndaloi. Emri i bëri jehon në kokë si një këmban, e pamundur për t'u injoruar. Drita, përsëriti ajo, zëri i saj mezi dëgjoi. Danieli pohoi ngadalë, duke vëzhguar reagimin e saj. Zonja Drita. Ajo punonte si kuzhiniere në një restorant dhe gjithashtu bënte disa punë të vogla pastrimi, si nëna ime. Ato njiheshin nga fytyra, përshëndeteshin kur takoheshin në korridor ose në lavanderinë e pallatit, por nuk ishin të afërta. Silvana ndjeu sikur toka po i zhdukej nën këmbë. Nëna ime, tha ajo me vështirësi, nëna ime quhej Drita. Zonja Drita Silva. Ajo punoi si kuzhiniere gjithë jetën dhe bënte pastrime shtesë për të plotësuar të ardhurat. Danieli e shikoi me sy të zgurdulluar, sikur po e shihte për herë të parë. Nëna jote ishte zonja Drita, pyeti ai, zëri i tij i ngarkuar me emocion. Silvana pohoi, e paftë për të folur, lotët tashmë i rridhnin lirshëm nëpër fytyrë. Danieli vendosi filxhanin e çajit mbi tavolinën e vogël me duar që i dridheshin. O Zot, pëshpëriti ai. O Zot, Silvana. Nuk e dija. Nuk e kisha iden. Kur ju pash në lulishte atë natë, kur të pash ty dhe besën të humbura, të dëshpëruara, pa pasur ku të shkonit, diçka brenda meje më tha se duhej të ndihmoja. Nuk ishte bamirësi, nuk ishte keqardhje. Ishte diçka më e thellë, sikur të ishte një borxh që duhej ta paguaja, edhe pa e kuptuar mirë pse. Ai u ngrit nga divani dhe shkoi te rafti, duke marrë një nga kornizat e fotografive. U kthye dhe ja tregoi Silvanës. Ishte një foto e vjetër, e zbeth, e një gruaje rreth të 40-tave me një buzëqeshje të gjerë, flokët të mbledhur në një topuz, sy të butë. Kjo është nëna ime, zonja Helena. Ajo e ruajti këtë foto gjithë jetën si kujtim të kohërave të vështira që ne i kapërcyem së bashku. Silvana e shikoi foton dhe ndjeu një njohje të thellë, jo të gruas, por të dashurisë dhe forcës që rrezatonin nga ajo imazh. Nëna jote, vazhdoi Danieli, zëri i tij duke u thyer, nëna jote na shpëtoi mua dhe nënën time kur kishim më shumë nevojë. Ajo nuk na njihte mirë, nuk kishte asnjë detyrim, me siguri mezi kishte para për veten e saj, por gjithsesi ndau një pjesë të asaj që kishte për të ndihmuar 2 njerëz në nevojë. Dhe e bëri këtë në mënyrë anonime, pa pritur njohje apo mirënjohje. E bëri sepse ishte e drejtë, sepse kishte një zemër të madhe. Lotët e Silvanës binin pa pushim tani. Ajo e mbante mend vagëllt nënën e saj duke përmendur se ndihmonte disa fqinje kur mundte, por kur nuk kishte menduar shumë për këtë. Zonja Drita ishte e tillë, gjithmonë duke menduar për të tjerët, gjithmonë duke zgjatur dorën edhe kur vet ishte në vështirësi. Kur të pash ty dhe besën në atë lulishte, tha Danieli, duke ulur përsëri në divan më afër Silvanës, ishte sikur universi po më jepte shansin të shpërbleja. Të paguaja përpara mirësinë që kisha marrë. Nuk e dija se ishe e bija e zonjës Drita, betohem se nuk e dija. Por tani e kuptoj pse ndjeva atë lidhje të menjëhershme, atë nevojë urgjente për t'ju ndihmuar. Silvana nuk arrinte ta përpunonte plotësisht atë që po dëgjonte. Ishte e pamundur, ishte koincidencë e tepërt, por në të njëjtën kohë kishte shumë kuptim. Nëna e saj kishte mbjellë një farë mirësie dekada më parë, dhe tani, kur e bija kishte më shumë nevojë, ajo mirësi ishte kthyer e shumë fishuar. Ishte sikur zonja Drita po kujdesej për të nga një vend tjetër, duke u siguruar që ajo dhe Besa do të ishin të sigurta. Ajo ndëroi jetë vitin e kaluar, arriti të thoshte Silvana mes lotësh. Nëna ime. Kishte probleme me zemrën, ishte shumë e shpejtë.
Nuk pata kohë të përgatitesha, të përshëndetesha siç duhet. Dhe pasi ajo iku, ishte sikur të kisha humbur tokën nën këmbë. Ajo ishte gjithçka për mua, familja ime e vetme e vërtetë. Kur humba punën dhe gjërat filluan të shkërmoqeshin, ndjeja aq shumë mungesën e saj, të këshillave të saj, të forcës së saj. Danieli i vendosi dorën në shpatull në një gjest ngushëllimi. Nëna jote ishte një person i veçantë, Silvana. Ajo që bëri për mua dhe nënën time në atë moment të vështirë ndryshoi jetët tona. Jo vetëm sepse ushqimi na ushqeu fizikisht, por sepse na tregoi se kishte mirësi në botë, se kishte njerëz të gatshëm të ndihmonin pa dashur asgjë në këmbim. Kjo më la një shenjë të thellë. Nëna ime gjithmonë fliste për zonjën Drita me aq shumë dashuri, aq shumë respekt. Kur edhe ajo u nda nga jeta, 5 vjet më parë, një nga gjërat e fundit që më tha ishte të mos harroja kur mësimin e mirësisë që zonja Drita na kishte mësuar. Të dy qëndruan në heshtje për një moment të gjatë, duke përthithur peshën dhe bukurinë e asaj zbulese. Ishte një lidhje që shkonte shumë përtej rastësisë, një rrjet e padukshme e thurur përmes kohës dhe rrethanave, duke lidhur dy familje përmes akteve të dëmshurisë dhe bujarisë. Silvana ndjej sikur më në fund e kuptonte pse gjithçka kishte ndodhur në atë mënyrë, pse Danieli ishte shfaqur saktësisht kur ajo kishte më shumë nevojë, pse ai kishte qenë kaq këmbëngulës në mirësinë e tij ndaj tyre. E di çfarë është më e pabesueshme, tha Danieli butësisht. Ti je si ajo. Mënyra se si kujdesesh për Besën, si punon shumë për t'i dhënë një jetë më të mirë vajzës tënde, si je e fortë edhe kur gjithçka duket e humbur. Është saktësisht siç ishte nëna jote. Zonja Drita mbolli një farë mirësie kur ndihmoi familjen time, dhe tani unë po shoh frytet e saj në jetën tënde dhe të Besës. Silvana fshiu lotët me duar. Nuk e di nëse jam aq e mirë sa ishte ajo. Ndonjëherë ndihem e humbur, sikur nuk po bëj mjaftueshëm. Danieli tundi kokën me forcë. Ti po bën më shumë se mjaftueshëm. Ti po mbijeton, po lufton, po rrit një vajzë të mrekullueshme vetëm. Kjo është më shumë se sa shumë njerëz arrin të bëjnë. Dhe tani ke ndihmë, ke një bazë për t'u mbështetur, mund të marrësh frym pak dhe të planifikosh të ardhmen pa aq shumë frikë. Ata biseduan për orë të tëra atë natë, duke ndarë kujtime të nënave të tyre, duke treguar histori nga fëmijëria, duke qeshur dhe qarë së bashku. Ishte një katarsis i nevojshëm, një lidhje e thellë emocionale që transformoi plotësisht natyrën e marrëdhënies së tyre. Nuk ishin më vetëm një grua mirënjohëse dhe një burr bujar. Ishin dy njerëz, jetët e të cilëve ishin ndërthurur nga fati shumë kohë para se të njiheshin, dy njerëz që ndanin një histori të përbashkët lufte, humbjeje dhe qëndrueshmërie. Në ditët në vijim, Silvana nuk mund të ndalonte së menduari për zbulimin. Ajo i tregoi Besës në një version të thjeshtuar të përshtatshëm për moshën e vajzës, duke i shpjeguar se xhaxhi Danieli dhe gjyshja Drita kishin qenë fqinje shumë kohë më parë, se gjyshja kishte ndihmuar familjen e tij, dhe se tani ai po ja kthente duke i ndihmuar ato. Besa, me atë mençuri të thjeshtë të fëmijëve, thjesht buzëqeshi dhe tha, gjyshja gjithmonë ka qenë e mirë. Vë bast se ajo është e lumtur atje në qiell duke ditur se xhaxhi Danieli po kujdeset për ne. Thjeshtësia dhe e vërteta në atë fjali e bën Silvanën të qante përsëri, por ishin lot lehtësimi dhe paqeje, jo dhimbjeje. Për herë të parë që kur nëna e saj ishte larguar, Silvana ndjente se gjithçka ishte në rregull, se ato do të ishin mirë, se kishte një plan më të madh që funksiononte që ajo nuk mund ta shihte, por që po kujdesej për to gjatë gjithë kohës. Danieli gjithashtu ndryshoi pas atij zbulimi. Ai u bë edhe më i pranishëm në jetën e tyre, jo nga detyrimi apo borxhi, por nga zgjedhja e sinqertë. Ai kishte gjetur te Silvana dhe Besa diçka që nuk e dinte se po e kërkonte, një familje. Ai kishte qenë i vetmuar për kaq shumë kohë, duke jetuar vetëm në atë shtëpi që e trashëgoi nga nëna, duke punuar në servis ditë pas dite, duke u kthyer në shtëpinë bosh çdo mbrëmje. Por tani shtëpia ishte plot jetë, të qeshura, biseda, ngrohtësi njerëzore që ai nuk e kuptonte se i mungonte kaq shumë. Ai filloi të bënte plane afatgjata duke i përfshirë të dyja. Bisedoi me besnikun, shefin e Silvanës, për mundësinë që ajo të merrte një post mbikëqyrësie eventualisht, duke fituar më shumë dhe duke pasur më shumë stabilitet. Kërkoi shkolla më të mira për Besën, vende ku ajo mund të zhvillonte talentet e saj artistike që ishin kaq të dukshme. Filloi të rinovonte një cep të shtëpisë për ta kthyer në një atelje të vogël ku Besa mund të vizatonte dhe të pikturonte me më shumë liri. Silvana vëzhgonte gjithë këtë me një përzierje mirënjohjeje, admirimi dhe diçka tjetër që ajo ende nuk ishte gati ta emërtonte.
Danieli kishte hyrë në jetën e tyre si një i huaj në një lulishte të ftohtë, dhe tani ishte pjesë thelbësore e asaj që ato ishin, e mënyrës se si jetonin, e mënyrës se si e imagjinonin të ardhmen. Ajo nuk mund ta imagjinonte më jetën pa të, dhe kjo në të njëjtën kohë e ngushëllonte dhe e friksonte pak. Një pasdite të shtunë, ndërsa Besa luante në oborin e vogël në pjesën e pasme të shtëpisë, Silvana dhe Danieli ishin në kuzhinë duke përgatitur drekën së bashku. Ata punonin në sinkron tani, secili duke e ditur instinktivisht se çfarë do të bënte tjetri, duke lëvizur nëpër kuzhinë si kërcimtar që i njohin në mënyrë perfekte hapat e njëri tjetrit. Ishte në këto momente shtëpiake dhe të thjeshta që Silvana ndjente thellësinë e lidhjes që kishin zhvilluar. Daniel, tha ajo ndërsa priste domate për sallatën, po mendoja. Kam arritur të mbledh një shumë të mirë këto muaj duke punuar. Nuk është shumë ende, por pas rreth 6 muajsh ndoshta do të arrit të jap paradhënien për një apartament të vogël për mua dhe Besën. Ajo e tha këtë në mënyrë të rastësishme, por në të vërtetë po testonte reagimin e tij, duke dashur të shihte se çfarë ndjente ai për mundësinë që ato të largoheshin. Danieli ndaloi atë që po bënte, duke mbajtur lugën e drurit në ajër, duke e parë me një shprehje që Silvana nuk arriti ta deshifronte menjëherë. Dëshiron të largohesh? Pyeti ai thjesht. Silvana kafshoi buzën. Nuk është se dua. Është se nuk mund të qëndroj duke u varur nga bujaria jote për gjithmonë. Ti ke bërë kaq shumë për ne, më shumë se çdo njeri tjetër do të bënte. Duhet të arri të eci me këmbët e mia përsëri. Ai e vendosi lugën e drurit në banak dhe u kthye plotësisht për ta parë. Po sikur të thosha se nuk dua që të largoheni, se më pëlqen t'ju kem këtu, se kjo shtëpi më në fund është bërë një shtëpi e vërtet pas vitesh bosh. Sinqeriteti në zërin e tij ishte i pamohueshëm. Silvana ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Daniel, nuk mund të mendosh kështu. Ne nuk mund të jemi përgjegjësia jote për pjesën tjetër të jetës. Ai bëri një hap drejt saj, duart e tij duke i kapur butësisht krahët e saj. Po sikur të mos ishte për përgjegjësinë, po sikur të ishte për dëshiren, për zgjedhjen për t'ju pasur në jetën time jo nga detyra, por sepse kjo më bën të lumtur. Silvana e shikoi në sy dhe pa gjithçka që ai nuk po e thoshte me zë të lartë, afeksionin, admirimin, ndoshta diçka edhe më të thellë. Nuk e di, përshpëriti ajo. Nuk e di nëse jam gati për këtë, për të menduar në terma të diçkaje të përhershme. Ende po e marr veten nga gjithçka që ka ndodhur, ende po përpiqem të gjej veten. Danieli pohoi me mirë kuptim, duke i lëshuar krahët, por duke e mbajtur shikimin. E kuptoj. Nuk po kërkoj asgjë tani, nuk po kërkoj llogari për asgjë. Vetëm dua që ta dish se keni një vend këtu, jo vetëm për disa muaj derisa të mbledhësh para, por për sa kohë të doni të qëndroni. Sepse unë ju zgjedh juve, Silvana. Të zgjedh ty dhe Besën çdo ditë. Fjalët e tij mbetën pezull në ajrin e kuzhinës, të rënda me kuptim dhe mundësi. Muajt vazhduan të kalonin dhe jeta ndiqte rrjedhën e saj natyrale, por diçka themelore kishte ndryshuar pas zbulimit të lidhjes mes familjeve të tyre. Silvana ndjej sikur më në fund e kishte kuptuar pse në gjithçkaje, sikur pjesët e një enigme komplekse më në fund ishin bashkuar duke formuar një imazh të plotë dhe të bukur. Nuk ishte koincidencë. Nuk ishte fat. Ishte diçka më e madhe, diçka që nëna e saj e kishte mbjell dekada më parë dhe që tani lulëzonte në një mënyrë që ajo kur nuk mund ta kishte imagjinuar. Puna e Silvanës vazhdonte të ecte mirë. Besniku e kishte mbajtur fjalën dhe e kishte promovuar si mbikëqyrëse të një prej ekipeve të pastrimit, gjë që u shoqërua me një rritje të ndjeshme të pagës. Ajo tani koordinonte një grup prej 5 personash, organizonte oraret, shpërndante detyrat dhe e bënte këtë me të njëjtin përkushtim dhe kompetencë që tregonte në gjithçka në jetë. Besniku shpesh thoshte se ajo ishte punësimi më i mirë që kishte bërë në vite, dhe se po të ishin të gjitha punonjësit si ajo, kompania do të rritej në mënyrë eksponenciale. Besa po zhvillohej mrekullisht. Notat e saj në shkollë ishin të shkëlqyera, ajo kishte një grup të qëndrueshëm shoqesh, dhe pasioni i saj për të vizatuar vetëm sa rritej. Këndi që Danieli i kishte përgatitur në shtëpi u shndërrua në një faltore të vogël kreative ku vajza kalonte orë të tëra duke krijuar botë plot ngjyra në letër. Ajo vizatonte princesha, kështjella, pyetje të magjepsura, por edhe skena nga përditshmëria, mamin duke gatuar, xhaxhi Danielin duke rregulluar diçka, të tre së bashku në divan duke parë televizor.
Ishin portrete të një jete të lumtur, të një familjeje që ishte formuar në mënyrë jo konvencionale, por që ishte reale në të gjitha kuptimet që kishin rëndësi. Marrëdhënia mes Silvanës dhe Danielit gjithashtu vazhdonte të evoluonte. Pas asaj bisede në kuzhinë, ku ai kishte deklaruar në mënyrë delikate, por të qartë se e zgjidhte atë çdo ditë, ata nuk e prekën më temën drejt për drejt. Por kishte një ndërgjegjësim të ri mes tyre, një tension të butë që nuk ishte i pakëndshëm, por ishte gjithmonë i pranishëm, si një muzikë që luej me zë të ulët në sfond. Ata shiheshin për më gjatë, prekjet e rastësishme zgjasnin një sekond më shumë, buzëqeshjet kishin shtresa kuptimi që shkonin përtej miqësisë. Silvana ende kishte frikë të dorëzohej plotësisht ndaj asaj ndjenje që po rritej brenda saj. Ishte lënduar më parë, kur baba i Besës u largua pa parë prapa, dhe ajo plagë la shenja të thella. Ajo kishte frikë të hapej përsëri, të besonte se dikush mund ta donte dhe ta zgjidhte atë pa qëllime të dyta. Por Danieli ishte i durueshëm. Ai nuk bënte presion, nuk kërkonte llogari, vetëm vazhdonte të ishte ai që kishte qenë gjithmonë, i pranishëm, i besueshëm, i sjellshëm, gjithmonë aty kur ajo kishte nevojë. Një të enjte mbrëma, Silvana u kthye nga puna më herët se zakonisht. Një tubacion kishte plasur në një nga ndërtesat ku ekipi do të punonte dhe të gjithë u liruan derisa problemi të zgjidhej. Ajo mbërriti në shtëpi rreth orës 9 të mbrëmjes dhe gjeti Danielin dhe Besën në dhomën e ndenjes, të ulur së bashku në divan, të rrethuar nga letra, bojra dhe penela. Ata ishin aq të përqendruar në atë që bënin sa që as nuk e vun re kur ajo hyri. Silvana ndaloi në derën e dhomës dhe vetëm vëzhgoi për një moment. Danieli mbante një penel me kujdes, duke ndjekur udhëzimet e detajuara që Besa i jepte me seriozitetin e një mësueseje me përvojë. Vajza shpjegonte për përzierjen e ngjyrave, për teknikat e hiezimit, për mënyrën se si të mbahej peneli në kënde të ndryshme për të krijuar efekte të ndryshme. Danieli dëgjonte gjithçka me vëmendje të sinqertë, duke bërë pyetje, duke u përpjekur të zbatonte atë që ajo i mësonte, duke qeshur kur bënte ndonjë gabim. Ishte një skenë kaq natyrale, kaq plot dashuri dhe lidhje, saqë Silvana ndjeu lotët t'i mbusheshin sy. Besa kishte gjetur te Danieli figurën atërore që i kishte munguar gjithmonë, dhe Danieli kishte gjetur te Besa një burim gëzimi dhe qëllimi që nuk e dinte se i nevojitej. Ata ishin perfekt së bashku, dhe Silvana më në fund i lejoi mendimit që e kishte shmangur për muaj të tërë të formohej plotësisht në mendjen e saj. Ata ishin një familje. Jo në letër, jo zyrtarisht, por në të gjitha kuptimet që vërtet kishin rëndësi. Ishte Besa që e pa e para. Mami, ke ardhur herët. Eja shiko çfarë po bëjmë. Danieli ngriti kokën dhe buzëqeshi kur e pa, atë buzëqeshje që tani Silvana e njihte si të ishte posaçërisht për të, ndryshe nga të gjitha buzëqeshjet e tjera. Patëm një problem në punë dhe na liruan, shpjegoi ajo, duke hyrë në dhomë dhe duke ju afruar divanin. Çfarë po kurdisni këtu? Besa mbajti letrën që Danieli po pikturonte me krenari. Po i mësoi xhaxhi Danielit të pikturoj. Ai tha se kur nuk e ka mësuar siç duhet kur ishte i vogël, kështu që vendosa t'i mësoj. Shiko sa mirë po ja del. Letra tregonte një përpjekje të sinqertë për të pikturuar një pemë, me trungun kafe pak të shtrembër dhe gjethet jeshile në tone të ndryshme. Nuk ishte një kryevepër, por ishte bërë me kujdes dhe për kushtim, dhe kjo ishte ajo që kishte rëndësi. Silvana buzëqeshi, duke marrë letrën për ta ekzaminuar më nga afër. Është shumë e bukur. Ti je një mësuese e shkëlqyer, Bia. Besa shkëlqeu nga komplimenti dhe Danieli tundi supet me modesti false. E po, kam një mësuese shumë të durueshme. Edhe kur i ngatëroj ngjyrat dhe bëj gjithçka të duket kafe. Të gjithë qeshën dhe Silvana u ul në divan pranë tyre, duke vëzhguar ndërsa vazhdonin mësimin e pikturës të improvizuar. Më vonë, pasi Besa shkoi të flinte, Silvana dhe Danieli mbetën në dhomën e ndenjes duke biseduar si zakonisht. Por këtë herë kishte diçka ndryshe në ajër, një pritshmëri, sikur të dy e dinin se diçka e rëndësishme ishte gati të ndodhte. Danieli ishte ai që theu heshtjen. Silvana, ka diçka që dua të tregoj. Diçka që e kam menduar prej disa kohësh, por nuk e dija nëse ishte momenti i duhur. Ai u ngrit dhe shkoi në zyrën e vogël që ndodhej në korridor, duke u kthyer disa minuta më vonë me një dosje dokumentesh. U ul pranë saj në divan dhe hapi dosjen, duke treguar letra që Silvana nuk arriti të identifikonte menjëherë. E di atë truallin bosh që ndodhet 3 bloqe larg këtej? Atë me murin blu?
Silvana pohoi, pa e kuptuar se ku po shkonte kjo. Ai truall ishte i nënës sime. Ajo e bleu shumë vite më parë, kur çmimet ishin ende të ulta, me idenë për të ndërtuar një shtëpi më të mirë për ne një ditë. Por ajo kur nuk pati para të mjaftueshme për të ndërtuar, dhe kur u nda nga jeta, trualli kaloi tek unë. Ai nxori disa letra nga dosja, vizatime që dukeshin si plane arkitektonike. Kam kursyer për vite me radhë, duke ruajtur para nga servisi, duke bërë punë shtesë në fundjavë. Para disa muajsh, angazhova një arkitekt mikun tim për të bërë një projekt. Doja të ndërtoja një shtëpi në atë truall, jo shumë të madhe, por të rehatshme. Një shtëpi të vërtet, jo këtë këtu që po vjetrohet dhe ka nevojë për kaq shumë riparime. Silvana shikoi vizatimet duke parë planin e një shtëpie një katëshe me 3 dhoma gjumi, një kuzhinë të bollshme, një dhomë ndenjeje të gjerë, një obor me hapësirë për kopsht. Ishte një shtëpi e bukur, e thjeshtë por shumë mirë e planifikuar. Është një projekt i bukur, Daniel, tha ajo sinqerisht. Ti e meriton të kesh një shtëpi të re, një vend që të jetë vërtet i yti. Ai e shikoi me ata sy të errët që tani Silvana i njihte kaq mirë. Doja të ishte e jona. Zemra e Silvanës ndaloi. Si kështu? Danieli mori frym thellë, sikur po mblidhte guxim. Dua ta ndërtoj këtë shtëpi për ne. Për ty, për mua, për Besën. Dua të jetë një shtëpi e vërtet për familjen tonë. Ai bëri një pauzë, duke parë shprehjen e tronditur në fytyrën e saj. E di që ndoshta është shumë herët, e di që ti ndoshta nuk je gati për këtë, por duhet të jemi sinqert për atë që ndjej. Unë të dua, Silvana. Nuk është mirënjohje, nuk është një ndjenjë detyrimi për shkak të asaj që nëna jote bëri për familjen time. Është dashuri e sinqertë, e llojit që rritet pak nga pak, që ndërtohet në bashkëjetesën e përditshme, në momentet e vogla të përbashkëta. Silvana ndjeu sikur nuk mund të merrte frym. Fjalët e tij i bënin një hon në kokë, kaq të pritura, por gjithsesi kaq befasuese. E dua mënyrën se si kujdesesh për Besën, vazhdoi ai, si je e fortë edhe kur ke frikë, si punon shumë pa u ankuar kurrë, si buzëqesh edhe kur gjërat janë të vështira. E dua mënyrën se si bën kafe në mëngjes duke kënduar me zë të ulët, si i rregullon lulet në vazo çdo javë, si zemërohesh me mua kur harroj të heq këpucët të dera. Dua gjithçka tek ti. Ai i kapi dorën duke ndërthurur gishtat. Dhe e dua Besën sikur të ishte vajza ime. Më pëlqen ti mësoj gjëra, të dëgjoj historitë e saj të pafundme për shkollën, të shoh vizatimet e saj, të jem i pranishëm në momentet e rëndësishme të jetës së saj. Dua të vazhdoj ta bëj këtë, jo si një mik i familjes apo një xhaxha i huazuar, por si dikush që është i përkushtuar vërtet, që do të jetë aty gjithmonë, në të gjitha momentet. Lotët rridhnin lirshëm nëpër fytyrën e Silvanës tani. Ajo kishte kaluar kaq shumë kohë me frikë, kaq shumë kohë duke ndërtuar mure rreth zemrës së saj për t'u mbrojtur, saqë harroi se si ishte të lejoje veten të ndjeje plotësisht. Daniel, filloi ajo me zë të dridhur, edhe unë kam frikë. Shumë frikë. Jam lënduar më parë, i kam besuar dikujt që u largua dhe më la vetëm me një fëmijë të vogël. Kam frikë të besoj në gjithë këtë dhe pastaj të zbuloj se ishte gënjeshtër. Danieli i shtrëngoi dorën më fort. E kuptoj. Dhe nuk do të gënjej duke thënë se mund të garantoj se asgjë nuk do të shkojë keq, sepse jeta nuk vjen me garanci. Por mund të premtoj se do të bëj gjithçka në fuqinë time për të qenë këtu, për t'u kujdesur për ju, për të qenë burri që ti dhe Besa meritoni. Nuk po shkoj askund, Silvana. Ju jeni zgjedhja ime, çdo ditë. Silvana shikoi përsëri vizatimet e shtëpisë, duke parë jo vetëm vija dhe dhoma, por një të ardhme. Një të ardhme që ajo kishte pushuar së besuari se ishte e mundur. Kam nevojë për kohë, tha ajo sinqerisht. Kam nevojë ta përpunoj gjithë këtë, të jem e sigurt për atë që po ndjej. Danieli pohoi me mirë kuptim. E di. Dhe nuk ka nxitim. Shtëpia do të marrë muaj për t'u përfunduar gjithsesi. Vetëm doja që ti dije qëllimet e mia, të dije se kur mendoj për të ardhmen, ti dhe Besa jeni në qendër të saj. Ditët në vijim ishin plot reflektim për Silvanën. Ajo analizoi ndjenjat e saj me sinqeritet, duke u përpjekur të ndante mirënjohjen nga dashuria, frikën nga instinkti i vetëmbrojtjes. Bisedoi gjatë me Besën në mënyrë të përshtatshme për moshën e vajzës, duke e pyetur se si do të ndihej nëse xhaxhi Danieli do të bëhej pjesë e përhershme e familjes së tyre. Sytë e Besës shkëlqyen me një gëzim kaq të pastër saqë nuk linte vend për dyshime.
Ai tashmë është nga familja jon, mami, tha vajza me atë thjeshtësi të mençur të fëmijëve. Vetëm duhet ta bëjmë zyrtare. Silvana gjithashtu kaloi shumë kohë duke menduar për nënën e saj. U ul përpara kornizës së fotos që mbante në komodinën e krevatit, duke parë fytyrën e buzëqeshur të zonjës Drita dhe bisedoi me të siç bënte që fëmijë kur kishte nevojë për udhëzim. Çfarë mendon ti, mami? A është kjo ajo që doje kur ndihmove familjen e tij vite më parë? A e dije se një ditë unë do të kisha nevojë për të njëjtën mirësi që ti ofrove? Natyrisht, nuk pati përgjigje verbale, por Silvana ndjeu një paqe që ju vendos në zemër, sikur nëna e saj po i thoshte po, se gjithçka ishte në rregull, se Danieli ishte një bekim, jo një kërcënim. U deshën 3 javë që Silvana të merrte vendimin e saj përfundimtar. Një natë, pasi Besa shkoi të flinte, ajo kërkoi Danielin që ishte në garazh duke rregulluar diçka te makina. A mund të flas me ty? Pyeti ajo, dhe ai menjëherë la atë që po bënte dhe fshiu duart e pista me yndyr në një leckë. Sigurisht. Të shkojmë brenda? Ata u ulën në divan, në të njëjtin vend ku kishin ndodhur kaq shumë biseda të rëndësishme. Silvana mori frym thellë, duke mbledhur guxim. Kam menduar shumë për atë që the. Për shtëpinë, për ne, për të ardhmen. Ajo bëri një pauzë, duke parë anktin e fshehur keq në fytyrën e tij. Dhe kuptova se edhe unë të dua. Nuk e di saktësisht kur ndodhi, nëse ishte gradualisht apo nëse pati një moment specifik, por është e vërtetë. Të dua jo vetëm për atë që ke bërë për ne, por për atë që je. Për mirësinë tënde, durimin tënd, praninë tënde të vazhdueshme. Fytyra e Danielit u ndriçua, por ajo ngriti dorën para se ai të fliste. Por kam nevojë për më shumë kohë para se të mendojmë për të ndërtuar një shtëpi së bashku, për të formalizuar gjithçka. Jo sepse dyshoj tek ti apo tek ndjenjat e mia, por sepse duhet t'i provoj vetes se mund të eci me këmbët e mia, se nuk jam me ty nga nevoja, por nga zgjedhja e vërtetë. Danieli pohoi, duke e kuptuar në mënyrë perfekte. Çfarë po propozon atëherë? Silvana kishte menduar shumë për këtë. Të vazhdojmë siç jemi, por duke u takuar zyrtarisht. Që unë të vazhdoj të kursej para dhe pas rreth 6 muajsh të arrij të marr me qira një apartament të vogël për mua dhe Besën. Jo sepse dua të largohem nga ti, por sepse duhet të kem hapësirën time, të di se mund ta mbaj veten vetëm nëse është e nevojshme. Dhe gjatë kësaj kohe, ne ndërtojmë marrëdhënien tonë në mënyrë të shëndetshme, pa varësi, vetëm me zgjedhje. Ajo ndërthuri gishtat e tij me të sajat. Dhe kur të jem në apartamentin tim, duke jetuar në mënyrë të pavarur, duke punuar dhe duke mbajtur vajzën time vetëm, atëherë ti më fton përsëri për të ndërtuar atë shtëpi së bashku. Dhe këtë herë unë do të them po pa asnjë hije dyshimi, sepse do të jetë një vendim i bazuar vetëm në dashuri, jo në nevojë. Danieli e shikoi me admirim dhe respekt. Ti je e pabesueshme, e di? E fortë, e zgjuar, e ndërgjegjshme. E pranoj propozimin tënd. Do ta bëjmë sipas mënyrës tënde, në kohën tënde. Sepse ajo që ka rëndësi nuk është shpejtësia, por të jemi të sigurt se po ndërtojmë diçka të qëndrueshme. Dhe kështu bën. Në muajt në vijim, Silvana dhe Danieli zyrtarizuan lidhjen e tyre për gëzimin e pamas të Besës që nuk ndalonte së vizatuari portretet të tyre të treve së bashku. Ata dilnin në takime kur mundnin, shkonin në kinema, ecnin nëpër park, darkonin në restorante modeste por komode. Ndërtuan një marrëdhënie të bazuar në komunikim të sinqert, respekt të ndërsjellë dhe dashuri të vërtetë. 6 muaj më vonë, Silvana më në fund arriti të mblidhte para të mjaftueshme për të marrë me qira një apartament të vogël në një rrugë paralele me atë të Danielit. Ishte modest, vetëm 2 dhoma, por ishte i saj. Ajo e kishte arritur vetë, me punën e saj, me përkushtimin e saj. Zhvendosja ishte e hidhur e ëmbël, sepse të gjithë ishin mësuar të jetonin së bashku, por të gjithë e kuptonin se ishte një hap i nevojshëm. Danieli ndihmoi të mbante mobiljet, montoi krevatin e Besës, vari perdet në dhomën e ndenjes. Dhe kur gjithçka ishte rregulluar, ai e puthi Silvanën në ballë dhe i tha, "Jam krenar për ty." Jeta ndoqi rrjedhën e saj. Silvana vazhdoi të punonte dhe të rritej në kompani, Besa vazhdoi të studionte dhe të zhvillonte talentin e saj artistik, Danieli vazhdoi të punonte në servis dhe t'i vizitonte shpesh. Në fundjavë, zakonisht i kalonin së bashku, duke alternuar mes apartamentit të Silvanës dhe shtëpisë së Danielit. Ishte një rutinë e lumtur, e ekuilibruar, e shëndetshme.
Një vit pasi Silvana ishte zhvendosur në apartamentin e saj, Danieli u shfaq një pasdite të shtunë me dosjen e dokumenteve nën krah. Besa ishte në shtëpinë e një shoqeje, kështu që ishin vetëm ata të dy. Ai hapi dosjen dhe tregoi planet e përditësuara të shtëpisë, tani edhe më të detajuara, me specifikime materialesh, afat kohor ndërtimi, buxhet të plotë. Ndërtimi mund të fillojë muajin tjetër, tha ai. Do të duhen rreth 8 muaj për t'u përfunduar. Dhe doja të pyesja përsëri, a do të ndërtosh këtë shtëpi me mua? A do të martohesh me mua dhe të formojmë zyrtarisht familjen që tashmë jemi në zemër? Silvana shikoi letrat, pastaj burrin përballë saj, burrin që e kishte shpëtuar atë dhe vajzën e saj në një moment dëshpërimi absolut, burrin që ishte bërë streha e saj e sigurt, miku i saj më i mirë, dashuria e saj. Ajo mendoi për nënën e saj, për zonjën Drita që pa e ditur kishte mbjellë farën e kësaj historie dekada më parë kur vendosi të ndihmonte një familje të panjohur në nevojë. Mendoi se si mirësia shumë fishohet, se si aktet e dashurisë bëjnë njehon përmes kohës në mënyra që nuk i imagjinojmë kurrë. Po, tha ajo me zë të vendosur dhe me sy që i shkëlqenin. Po, dua ta ndërtoj këtë shtëpi me ty, dua të martohem me ty, dua të formojmë një familje të vërtetë, me letra të nënshkruara dhe gjithçka tjetër. Danieli e tërhoqi për një puthje të thellë dhe plot premtime për një të ardhme të përbashkët. Kur u ndan, të dy po buzëqeshnin me lot në sy. Ndërtimi i shtëpisë filloi sipas planit. Silvana, Danieli dhe Besa vizitonin truallin çdo javë, duke ndjekur progresin. Të shije muret duke u ngritur, çatin duke marrë formë, dhomat duke u materializuar, ishte si të shije ëndrat e tyre duke u bërë realitet tull pas tulle. Besa tashmë kishte zgjedhur se cila dhomë do të ishte e saja, ajo me dritaren që shikonte nga lindja, sepse i pëlqente të zgjohej me dritën e diellit që hynte. Ndërsa shtëpia ndërtohej, ata planifikonin dasmën. Do të ishte diçka e thjesht, vetëm në prani të miqve të afërt dhe kolegëve të punës, në një ceremoni modeste por domethënëse. Silvana nuk kishte familje, por Danieli kishte disa kushërinj të largët që premtuan të merrnin pjesë. Besniku, shefi i Silvanës, ofroi të ishte një lloj kumbar, duke thënë se ishte jashtëzakonisht krenar të shite se si ajo e kishte rindërtuar jetën e saj. Shtëpia u përfundua një të enjte pasdite, saktësisht 8 muaj pas fillimit të ndërtimit. Ishte edhe më e bukur se në vizatime, me mure të lyra me ngjyra të qelta, kopshtin që fillonte të mbillej, kuzhinën e bollshme me dritë natyrale, 3 dhomat e gjumit secila me sharmin e saj të veçantë. Kishte hapësirë për të rritur, për të krijuar kujtime, për të jetuar një jetë të plotë dhe të lumtur. Dasma u zhvillua 3 javë më vonë, në një ceremoni intime në gjendjen civile e ndjekur nga një drekë në një restorant të vogël por komod. Silvana veshi një fustan të thjesht por elegant ngjyrë kremi, Besa ishte e bukur me një fustan roz që e kishte zgjedhur vetë, dhe Danieli ishte pa të meta me një kostum që e kishte bler posaçërisht për rastin. Kur shkëmbyen unazat dhe gjykatësi i deklaroi burr e grua, nuk kishte asnjë person në sallë që të mos ishte i emocionuar. Besa ishte ajo që mbajti fjalimin më prekës të ditës. Ajo u ngjit në një karrige, duke mbajtur një letër ku kishte shkruar fjalët e saj me shkrimin ende pak të shtrembër të një fëmije, dhe lexoi me zë të lartë: "Doja të falenderoja Xhaxhi Danielin, që tani do të jetë baba im i vërtet, që na gjeti mua dhe mamin atë ditë në Lulishte. Ai nuk ishte i detyruar të na ndihmonte, por na ndihmoi sepse ka një zemër të mirë. Dhe doja të falenderoja gjyshe Dritën, që edhe pse nuk është më këtu, u kujdes për ne në një mënyrë të veçantë, duke ndihmuar familjen e Danielit shumë kohë më parë. Mendoj se engjëjt duhet ta bëjnë këtë, kujdesen për njerëzit edhe kur ne nuk i shohim. Tani kemi një familje të vërtetë, me një shtëpi të re dhe shumë dashuri. Dhe e di që gjyshja është e lumtur atje në qiell duke parë gjithë këtë." Nuk kishte asnjë sy të thatë në sallë kur ajo mbaroi. Silvana e tërhoqi për një përqafim të fortë, me Danielin që i mbështolli të dyja në krahët e tij të fortë, dhe aty, në atë moment të përsosur, familja ishte e plotë. U zhvendosën në shtëpinë e re javën pasuese. Secili rregulloi dhomën e tij me dashuri, duke zgjedhur se ku të vendoste çdo mobilje, çdo objekt personal. Dhoma e Besës u shndërrua në një parajsë të vogël kreative me bojrat, penelat dhe bloqet e vizatimit të organizuara në një radhë që Danieli e kishte bërë posaçërisht për të. Dhoma e çiftit ishte e thjeshtë por mikpritse, me një krevat të rehatshëm dhe një dritare me pamje nga kopshti i vogël në pjesën e pasme.
Në natën e parë në shtëpinë e re, pasi Besa shkoi të flinte në dhomën e saj të sapo rregulluar, Silvana dhe Danieli qëndruan në verandën e pasme, të ulur krah për krah, duke parë yjet në qiellin e Tiranës që këmbëngulnin të shkëlqenin pavarësisht ndotjes së dritës së qytetit. Ja dolëm, tha Silvana butësisht. Ndërtuam një shtëpi të vërtetë. Danieli i kaloi krahun mbi supe, duke e tërhequr afër. Ne të tre e ndërtuam. Dhe nëna jote, në një farë mënyre, ndihmoi ta ndërtonte gjithashtu. E gjithë kjo filloi me mirësinë e saj vite më parë. Silvana mendoi për këtë, për ciklin e përsosur që ishte plotësuar. Nëna e saj ndihmoi një familje në nevojë pa pritur asgjë në këmbim. Ajo familje u rrit dhe kur e bia e zonjës Drita pati nevojë për ndihmë vite më vonë, i biri i asaj familjeje ishte aty për t'i zgjatur dorën. Ishte një histori se si mirësia shumë fishohet përmes kohës, se si aktet e dashurisë kur nuk shpërdorohen, edhe kur duken të vogla apo të parëndësishme në atë moment. Muajt u shndërruan në vite. Shtëpia u mbush me jetë, me të qeshura, me kujtime të lumtura. Besa u rrit, u bë një adoleshente e talentuar që fitoi një bursë studimi në një shkollë arti. Silvana u promovua përsëri në kompani dhe përfundimisht hapi biznesin e saj të shërbimeve të pastrimit, duke punësuar gra të tjera në situata të vështira dhe duke ofruar atyre të njëjtën mundësi që besniku i kishte ofruar asaj. Danieli vazhdoi të punonte në servis, por gjithashtu filloi të jepte kurse të mekanikës bazë për të rinjtë e lagjes, duke u mësuar një zanat që mund të ndryshonte jetë ashtu siç kishte ndryshuar të tijën. Ata kur nuk harruan se nga vinin, vështirësitë që kishin përballuar, momentin e dëshpëruar në atë lulishte të ftohtë kur gjithçka dukej e humbur. E mbajtën atë kujtim të gjallë jo si burim dhimbjeje, por si kujtesë të qëndrueshmërisë, të shpresës, të mënyrës se si gjërat mund të ndryshojnë kur më pak e presim. Çdo vit, në ditëlindjen e zonjës Drita, e gjithë familja vizitonte varrezat dhe çonte lule të varri. Besa gjithmonë vizatonte diçka të veçantë për të lënë atje, një tribut artistik për gjyshen që kur nuk e njohu siç duhet, por mirësia e së cilës kishte shpëtuar familjen e saj në mënyrë indirekte. Silvana qëndronte aty për minuta të gjata, duke biseduar mendërisht me të ëmën, duke i treguar për jetën, duke e falënderuar, duke ndier atë prani të dashur që kur nuk u largua vërtet. Historia e Silvanës, Danielit dhe Besës u bë e njohur në lagje. Tregoi në biseda rrethi, përdorej si shembull se nuk duhet humbur shpresa, se mirësia ekziston dhe shumë fishohet, se ndonjëherë engjëjt shfaqen të maskuar si njerëz të zakonshëm që thjesht vendosin të bëjnë gjën e duhur. Disa thoshin se ishte koincidencë e tepërt për të qenë e vërtetë, se histori të tilla ndodhin vetëm në telenovela. Por ata që e njihnin familjen personalisht e dinin se ishte gjithçka reale, çdo fjalë, çdo moment, çdo lot dhe çdo buzëqeshje. Dhe kështu jeta vazhdoi, me uljet dhe ngritjet e saj natyrale, gëzimet dhe sfidat e saj, por gjithmonë me sigurinë se së bashku mund të përballonin çdo gjë. Shtëpia që Danieli ndërtoi u bë shumë më tepër se mure dhe çati. Ishte një faltore dashurie, një dëshmi fizike se si mirësia e një personi mund të bëjë jehon përmes kohës dhe të ndryshojë plotësisht rrjedhën e jetëve që ajo kur nuk arriti t'i njihte. Silvana shpesh mendonte se si jeta e saj kishte ndryshuar në mënyrë drastike atë natë të ftohtë në lulishte. Nëse Danieli nuk do të ishte shfaqur, nëse nuk do t'i kishte kthyer bllokun e Besës, nëse nuk do të kishte ofruar ndihmë, ku do të ishin ato tani? Përgjigjja ishte tepër e frikshme për t'u menduar për një kohë të gjatë. Por ai ishte shfaqur, jo rastësisht, por sepse dekada më parë një grua e quajtur Drita kishte vendosur se të ndihmojë njerëzit në nevojë ishte më e rëndësishme se të ruajë çdo qindark për vete. Ky ishte mësimi i vërtetë i historisë, që aktet tona të mirësisë, sado të vogla të duken, krijojnë valë që përhapen në mënyra që nuk i imagjinojmë kurrë. Që të ndihmosh dikë sot mund të shpëtosh dikë që nuk do ta njohësh kurrë nesër. Që ne të gjithë jemi të lidhur në mënyra të padukshme, duke thurur një rrjetë dëmshurie dhe mbështetjeje që e mban njerëzimin edhe në momentet më të errëta. Dhe ndërsa Silvana shtrihej në krevat pranë burrit të saj në atë shtëpi që ishte ndërtuar me dashuri dhe shpresë, ndërsa dëgjonte frymëmarrjen e qetë të Besës në dhomën ngjitur, ndërsa ndjente paqen dhe sigurinë që ishin bërë pjesë e jetës së saj të përditshme, ajo përshpëriti një lutje të fundit mirënjohjeje. Mirënjohje për nënën që e rriti me aq shumë dashuri. Mirënjohje për Danielin që zgjodhi të ndihmonte kur nuk ishte i detyruar. Mirënjohje për Besën që i jepte qëllim dhe gëzim çdo ditë. Mirënjohje për shansin e dytë që jeta i kishte dhënë kur gjithçka dukej e humbur.
Dhe aty, në atë shtëpi plot dritë dhe dashuri në perëndim të Tiranës, rrethi më në fund u plotësua. Mirësia e mbjell nga zonja Drita kishte lulëzuar në një familje të lumtur, në një shtëpi të sigurt, në një të ardhme premtuese. Dhe kjo familje, e ndërgjegjshme për dhuratën që kishte marrë, ishte e vendosur të vazhdonte ciklin, të zgjaste dorën për të tjerët që kishin nevojë, të mbillte farat e veta të mirësisë që një ditë do të lulëzonin në vende dhe kohë që ata kur nuk do t'i dëshmonin. Sepse në fund, kjo është ajo që na bën vërtet njerëzor, aftësia për të kujdesur për njëri tjetrin, për të ofruar ndihmë pa pritur kthim, për të besuar se së bashku jemi më të fortë se të ndarë. Dhe kjo ishte trashëgimia më e madhe që zonja Drita kishte lënë, jo para apo pasuri materiale, por kuptimi i thellë se mirësia sjell mirësi, dashuria sjell dashuri, dhe se edhe në momentet më të errëta, gjithmonë ka shpresë për sa kohë që ka njerëz të gatshëm të zgjasin dorën për të ndihmuar një të huaj në nevojë.